rezulton se në vitin 2005 është dënuar nga kolegji penal I Aninës me burg dhe gjop. Kjo monsër, në vend se të vuaj dënimet, është lartësuar në kryetaren e gjykatës speciale. Nga Edi Rama, Taulant Balla dhe është kërcpërdorur në shkallë ekstreme nga Altin Dumani. Nga viti 2005, viti dënimit të saj, dënim të cilin ajo e ka fshehur në kolektiv, bën të pavlefshëm absolutisht çdo vendim të saj në përputhje me vendimet e gjykatës së Strasburgut. Ku I bazoni këto akuza, zoti Berisha? Keni dokumenta në lidhje me këtë që sa deklaruar? Urdhëroni? Ku I bazoni akuzat tuaja? Keni dokumenta? Tani, zonja Lalo, me qenë se ja u fshehin këto, tani, kjo konferencë e shtypit edhe me qytetari I ka sa probleme. I ka sa probleme, zoti Berisha, po qytetarët duhet ta kuptojnë qartë. Po, tani urdhër. Edhe këta jo, pyetja juaj. Po. Merr këtë përgjigje. Zoti Berisha, keni fitur prej kohësh këtë akuzë. A ka një dokument zyrtar që ju e provoni? Dokument zyrtar dhe me vull dhe me firmë nga gjykata e Janinës së Greqisë.